feja, si na mëson neve në zgjedhjen e partnerit? Vetë se e cekëm këtë. Pra, feja shumë mirë na mëson në zgjedhjen e partnerit. Si duhet ta zgjedhim neve? Çka duhet kërkojmë tek partneri? Pra, qoftë vajza, qoftë djali. Ne duhet ta shohim moralin e vajzës ose djalit. Duhet ta shohim fenë e vajzës dhe djalit. Kjo është gjëja më e rëndësishme, kryesore dhe primare. A është i moralshëm? A është fetar? Sepse personi, djali, vajza të moralshëm, ato din të shprehin dashurinë njëri tjetrit. E ruajnë nderin e njëri tjetrit. Si thash, ajo është një farë, po millet me durim, me urtësi. Dihet se gjatë jetës së tyre ka konflikte pastaj. Gjatë konflikteve nevojitet durim. Tash duhet të kesh parasysh se ti duhet të zgjedhësh dikë që të nesër kur të ndodhë diçka një keq kuptim, një sprov, ta kesh afër te një person që din ta menaxhon këtë situatë.